supozohet drejtoj zonja është shërbim të krimit organizuar, jo të qytetarëve, jo të funksionarëve të ndershëm këtij vendi. Për këtë duhet vit flasja jo. Jo për mesazhet që i çon nga Arratia në shtëpinë e Soel Çelës dhe Troplinve, Ergysa Gasti që e ka vënë zonjën në atë karrige dhe të na hiqet ne si ministre e brendshme. Zoti Bardhi, jeni kryetar grupi, jeni njohur shumë i mirë i rregullores. Çfarë lidhje ka kjo me procedurën? Ju lutem. Po ju lutem tani, se tani kështu, në qoftë se do vazhdojmë kështu me fjalime politike, ne nuk do arrijmë dot vazhdojmë me agjendën. Megjithatë, fjalën e ka zoti Balla, të përgatitet zoti Mziu. Përpara se të them disa vlerësime që justifikojnë votën tonë pro sot aktit normativ, pa dashur të bëj replik me zotrin Dule, se do kisha dashur shumë që të bëja replik me një deputet Partisë Demokratike, jo me këta që e marrin mandatin qyll nga votat e demokratëve, por nga ata që realisht i kanë marrë votat nga populli demokrat. Sa i përket asaj që tha zotri Dule, i cili u ankua, dhe këtu u ankua në emër të demokratëve, për atë që ka bërë policia e shtetit në protestën e fundit. Një gjë duhet të dini mirë ju pak demokratë që keni ngelur këtu në sallë. Të paktën gjatë muajve janar, mirë është të mos përdorni fjalën protest dhe fjalën dhunë. Se çdo shqiptari i vjen në memorje 8 janari i 2022, kur ca prej jush në këtë sallë luftonin kundër ca prej jush në këtë sallë. Dhe kujtoj njoftimin e prokurorisë dhe të policisë shtetit pas 8 janarit, u njoftua që u arrestuan 34 qytetarë për dhunë, 18 ishin të krahut të Sali Berishës, 16 të krahut të Lulzim Bashës. Krahu i Sali Berishës akuzohej se kishin përdorur varre, shkallë, leva, çekiç, trapan. Për këtë akuzoheshin 18 protestues nga krahu i Sali Berishës. Nga krahu i Lulzim Bashës, nga njoftimin që kam përpara i prokurorisë në atë kohë, është përdorur gaz lotësiellës, thuhet në atë njoftim e pash tani nga mediat online. Tani, po shoh se ti ke qenë ke krahu lart. Pastaj zbrite ke krahu poshtë, një gjë është e sigurt që do hypish krahu lart, sepse ti hypën lart zbret poshtë. Tani Zoja dhe zotri deputet, zoja kryetare e seancës, është një zhurmus, mund të mbyllni pak gojën një zhurmusi? Unë po e ndërpres fjalën time derisa ju të vini rregull në sallë. Lutem, zoti Bardhi, ju lutem. Sepse dhëmb, e vërteta dhëmb, edhe kur hipën lart, edhe kur zbret poshtë, edhe para, edhe mbrapa. Zoja kryetare, mund të kërkoj 5 minuta pushim derisa të vini rregull në sallë? Jo, zoti Bardhi, ju lutem. Do ushtroni ju ato detyrë. Vazhdoni zoti Balla. Ju lutem. Tani për ligjin po flas. Sa i përket policisë shtetit, policia e shtetit meriton respekt për detyrën që ka bërë për të mbrojtur institucionet. Thirrja ime për ju, deputetët e Partisë Demokratike, është të mbështesni punonjësit e ndershëm të policisë shtetit, ata që kryen detyrën me ndershmëri çdo ditë, çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i duke i vetja si Chuck Norris,
dhe që po qëllonte kryeministrin një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk kishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes. Ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Këta nuk ka as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që ju ushqen ata me para, për të goditur institucionet duhet mbash përgjegjësi. Dhe kjo parti politike duhet të distancohet nga dhuna kundër institucioneve. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. Dhe lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu, sepse ti ke qenë ai që ke bërë kallëzimin. Ti ke bërë kallëzimin për këta 18 që përmenda unë. Sigur se ke bërë edhe kallëzimin për Belind Kolliçin. Sigur ke bërë kallëzimin për Edmond Spahon, për Kongresin Madhështor të dhjetorit të 2021-shit. Unë jam ai që jam, edhe e kam për nder, kurse ti do të mbash përgjegjësi për çfarë mban para, çfarë mban mbrapa, sepse njerëzit mbajnë përgjegjësi për fytyrën e vet. Dhe mbajnë përgjegjësi edhe për gjithçka firmosin. Kryetar grupi që ka çuar për djegje penale nën kryetarin e grupit. Kryetar grupi që ka firmosur kallëzim penal për nën kryetarin e grupit. Ja ky është. Edhe zoja kryetare e kuvendit, nëse ke mundësi ta bësh detyrën, unë mendoj që duhet ta bësh, ose tani është një zhurmues që nuk le, ka një nen aty në rregullore. Ju lutem shumë. Zoti Bardhi, të respektojmë. S'po flas dot, Nuk do flisni nga vendi, ju lutem. O zoja, unë ndërpres fjalën derisa ti të kesh mundësi të bësh rregull në këtë sallë. Zoti Ndoja ka kërkuar fjalën për procedurë. Faleminderit zoja drejtuese e seancës, nderuar kolegë. Ne po dalim jashtë objektit të diskutimeve tona. E para gjua është fyse nga gjithë kolegët që po flasin. Ka nenën rregullore që duhet të tërhiqet vëmendja. Unë me të thonë drejtë nuk është se më drejtohet në një nga ato fjalët mua, po nuk e quajt arsyeshme se është në respekt as të sallës, as të seancës plenare. E kemi përsërit disa herë, këtu kalohet në fyrje personale thjesht për të prish seancën. Është shumë e thjeshtë për diskutuar për dy element kryesor ligjor dhe do kisha dëshirë t'ja bëja pyetjen gjithë kolegëve të Partisë Socialiste, problem ligjor në lidhje me këtë që po diskutojmë. A mundet që me akt normativ qeveria të ndryshojë një ligj që është ligji për buxhetin e shtetit që kemi miratu siç miratu këtë vit që po jemi në ushtrim? Pra e kemi thonë dhe në Komision të Ligjeve, kanë qenë dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Seancave dhe kanë pohuar që na qenë nga shpik një praktik parlamentare, cila është kundërshtim me praktikën kushtetuese. Pra problem krejt ligjor. Ky është gabim shumë i madh. Kushdo që është jurist besoj që mund ta bëjë dallimin mes nenëve përkatëse. Nëse diskutojmë fare, ne themi kemi ca lek të cilat nuk janë shpërndar sipas buxhetit shtetit. Për arsye të caktuara, një ndër ato është fakti që institucionet kanë frikë që tenderojnë edhe të aplikojnë fondet për shkak se është spaku në lojë, drejtësia e cila ne kemi kërkuar dhe Partia Socialiste e thotë si trumbetim një ndër fitoret kryesore të saj. Ndërkohë që ne bëjmë akt normativ dhe ndërhyjmë me akt normativ që është rast jashtëzakonshëm, ndërhyjmë në mënyrë antikushtetuese për ndryshuar një ligj që është miratuar këtu në Kuvend. Pra qeveria, një ndër pushtetet e pavarura, ndërhyn tek
legislativi, të më thotë në njërin nga juristët, nga kolegët tu që kanë praktikë parlamentare më madhe se sa unë, ku e gjejmë bazën ligjore. Ne thjesht i kalojmë sepse s'duam ndjekim ato fonde që s'kan qenë. Ndërsa për sa i përket fyrëve, për kushdo që të përdor gjuhë fyse, keni dispozita përkatëse, edhe mos na leni që të shkojmë debate personale. Kush ka ngarkesa personale, protesta apo diçka tjetër, unë jam i mendimit që në seancën e radhës, me qenë se ka kaluar afati që respektojmë rigorozisht për ditën e hënë deri në ora 14, seancën e ardhshme të bëjmë interpelance edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e Brendshme lidhur me protestën, e ti bëjmë ca pyetje lidhur me shëndetin dhe jetën e qytetarëve që është rrezikuar për shkak të atij përdorimi të gazit plotësjellës. Faleminderit. Po, zoti Mile? E nderuar kryesuese e seancës, është e papranueshme dhe është fundi i jetës parlamentare, ku një folësi nga foltoria i pamundsohet e drejta e tij për të folur. Edhe qofse është në cilësinë e deputetit thjesht apo aq më tepër qofse është në cilësinë e kryetarit të një grupi. Kjo do të thotë që mos kesh parlament. Për te i gjuhës fyese dhe ofenduese, arritja deri në pikën që mos ta lësh të arritë dhe të shpreh fjalën e tij është fundi i jetës parlamentare. Ju lutem, unë kërkoj 5 minuta pushim derisa në sallë të vendosim qetësinë dhe të i kthejmë endin të ditës. Të ju lutem 5 minuta pushim. Okay. 5 minuta pushim e kërkuar nga grupi parlamentar i PS-së.